Ju, zonja Kalaja, keni ngritur disa pretendime për zonjën Tabaku se e ka ndihmuar oligarkët. Berisha sot tha se nuk duhet folur pa fakte. Tani, ju keni fakte që Tabaku e ka ndihmuar oligarkët dhe cili oligark mund tjetë kuj konkretisht? Se këtu ka shumë oligarkë. Tani, në fakt, unë sot erdha për të folë për një do të kalojmë aty, po, me që ajo është një problem dhe tani gazetarët, ti e di që gazetarët nuk lënë në... Pyetje pa bere, kupton? Atëre, që ta sjaroj. Unë personalisht nuk kam asgjë personale me askënd. Jo, sigurisht. Kam ngrit një problem që për mua është shqetësues dhe historia e këtyre viteve që unë kam bërë opozit e kam të bazuar vetëm mbi fakte dhe prova. Së pari, së dyti, unë i nderuar zoti Rakipi, politikën e shoh si moral dhe në këtë këndvështrim, për mua, krimi zgjedhor dhe korrupsioni nuk ka ngjyrë. Në këtë këndvështrim, unë mendoj se kushdo që ta bëj, për mua duhet përgjigjet përpara ligjit, pavarësisht se kujt rryme apo kujt partie i korespondoni për këtë. Ajo që për mua është më shqetësuese, pasi për faktet dhe provat do ketë kohën e vetë, por unë dy gjëra duat ngre, që mendoj se edhe nga reagimi i panelit besoj se do jenë në një këndvështrim të njëjtë. Së pari, mënyra se si reagoi i gjithë rrjeti i medias, sidomos asaj afër pushtetit, tregonte që unë kishta të drejtë që nuk ishte as deklarat politike, as status në Facebook, po një koment që unë kisha bërë tek një mikesha ime, e cila për hir të vërtetës, ju ftoj ta shikoni, ka bërë një analizë shumë të saktë në raport me mandatet brenda Partisë Demokratike. Për të mos folur pasaj për trafikimin e mandateve nga njëra partin tjetër e tjerë. Do jetë një moment i dytë, për cilat do dilet patjetër dhe me fakte dhe me prova, patjetër edhe me emra për oligarkë të ndryshëm, se besoj se kam qenë nga të parat kur kam ardhur në 2022 që kandidoja për primaret e Tiranës, kam folur me emra oligarkësh, sepse... Në fakt ti e nga njërës e pak si një unë, brenda se partije që qarë ke i thua? E para. O vetë qofë se ke tani edhe mund të thua? Jo, unë kam qef që ta mbaroj atë dosjen time të plot, sepse unë nuk dua t'i jap edhe kundërshtarit as një element për rrugën që unë po ndjek, kështu që do kemi kohë, do flasim saktësisht për çdo gjë që ka ndodhur në këto zgjedhje. Po përpara se të vinim në këto zgjedhje, unë brenda Partisë Demokratike, sepse përsa kohë jam pjesë e strukturave të asaj partie, nuk më pëlqen shumë të diskutoj, të bëj statuse në Facebook. Doktor Iliri e di, sepse është bashkë me mua qoftë në Këshill Kombëtar, ku unë kam dëshirë të ngre të gjithë problematikën, madje jam nga njëherë e kritikoj dhe veten kështu pas mbledhjeve se gjithmonë ngrej shqetësimet caktuara, propozoj dhe zgjidhje, dhe për mua, për pos faktit që doktor Iliri e tha, që ne u futëm me një rezultat 2-0 kundra, dhe këtu unë përfshi jo vetëm kodin zgjedhor, për cilën Partia Demokratike duhet t'i vë përpara përgjegjësisë ata që e propozuan, se e propozuan vetëm për interesin e tyre, për të përfshirë për vete në listat të mbyllura, dhe ne të tjerët vazhdoni me të bënin betejën me njëri tjetrin. E dyta ishte vota diasporës, ju më keni ndjekur, unë prej 2 vitesh e kam ngritur shumë fort problemin e votës të diasporës, sepse nëse ti mban një qëndrim që brenda teritorit të Shqipërisë nuk ka kontroll, nuk ka polici, nuk ka drejtësi, si mund të kontrollosh ti votën e një grupi të madh njerëzish jashtë këtij territori? Njëkohësisht që thua, jemi në regjim, jemi në diktaturë, ti merr përsipër që të votojnë disa njerëz pa parë në konsiderat se nuk po kontrollohet dot vota brenda Shqipërisë.
Dhe ajo që në fakt për mua është problemi kryesor në këtë histori, është edhe mënyra se si u bën primaret. Unë jam ngrit në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, kam kërkuar që të mos bëhen primaret për shumë arsye, sepse dashje pa dashje krijoi një konflikt të brendshëm. Po kështu, ajo që është shumë e rëndësishme është edhe fakti që në 50, pra për mua kjo është këmbana, më falni se kemi dhe këto mjetet, kjo është këmbana e alarmit, sepse në një kohë që ka 50 deputet Partia Demokratike, dhe unë them këtu duhet të fillohet analiza, pa lënë mënjan edhe gjithë masakrën zgjedhore, në 50 deputet që ka Partia Demokratike, 23 janë deputet të emëruar pra brenda listave, duke përfshirë këtu edhe aleatët, dhe deputet të votuar janë vetëm 7 persona. Për mua, këtu fillon dhe këtu fakt duhet mbaroj e gjithë analiza, jo vetëm me çbërjen e këtij kodi, por me marrjen e masave që ne në zgjedhjet e ardhshme mos shkojmë në këtë mënyrë, dhe mbi të gjitha unë ndryshe nga ajo që deklarohet, sepse unë nuk jam pjesë e kryesisë, duke qenë se kam një pozicion tjetër, unë mendoj që Partia Demokratike krahas denoncimeve që ka filluar të bëj, është shumë e rëndësishme të filloj analizën e brendshme. Ndoshta njeriu i parë në Partinë Demokratike që kërkon që ka prek atë që quhet thelbi problemit të zgjedhjeve. Dhe i dha disa elemente që një parti normale kur i humb zgjedhjet i shtron në tavolinë dhe i prek arsyet e humbjes. Unë e pash logjikën e, po themi, e artikulimit të Zojës Kalaja, dhe nuk kam çka t'i heq shumë, dhe unë e admiroj për guximin në atë që kërkon dhe që kërkon prej Partisë Demokratike në tardhme. Ajo vetëm nuk e emëroj një vajtor, por emëroj fajsin për votat ose për deputetët, 43 deputetët të cilët kanë qenë në listë mbyllur dhe 7 të tjerë të cilët kanë dalë nga lista e hapur, që për një parti është debakël elektoral. Fakti se është e tillë. Regjia më ndihmon me Kalan, ajo se nuk kam asnjë shenjë që ndodh. A mund të flasim na? Po vazhdo. Dhe janë dy elementet që zonja Kalaja i tha. Elementi i parë është të primarët, që ajo quhet i gabim për arsye se Partia Demokratike nuk ka qenë e gatshme të hyjë edhe një konflikt, të dalën nga një konflikt i brendshëm, dhe dyta votat diasporës. Për cilën fajsin e ka Uert Bilukbashi personalisht. Dhe ajo e ka evidentuar saktësisht se ky model... Se ti thua që e ka brën kokë vetë, po erdi këtë? Jo, unë thëmë që e ka pinë Princi. Do ko akoma? Se ma nuk i thëmë. Apo është okej tani? Princi nuk është... Princi di më mirë sa erdi këto punë. Po pra okej, ne kemi biseduar vazhdimisht që kur është okej, futet direkt. Nuk bëhet, ndërpritet dhe biseda jonë këtu, dhe vijohet biseda që... Po më hub filli mendimin pastaj. Më falë. Duke i zgjedhur dhe problemet teknike. Ajo që pajtohem me Zojen Kalaja, se mund ta kemi përballë, është që Kalaja dhe Axhiu, ju lutem. Ajo që ka qenë gabimi i Partisë Demokratike, që unë e kam pas një debat me zotin Oert, edhe i kam thënë që ky është gabim serioz, sidomos për një parti që ka përvojë dhe vendos se ta fusë diasporën në votim pa pasur asnjë analizë se çfarë sjell ajo. Duke pas mungesë e prezencës atje. Duke mos bërë, domethënë, analizë kush janë votuesit. Duke e pa përparësinë e partisë tjetër e cila e ka përgatitur situatën për të qenë atje.
dhe unë nuk e kuptoj se si ju si parti nuk e keni ndalë këtë fenomen. E sidomos, tash, nuk e di, ju thatë që nuk jam kryesi, po jenë në Këshillin e Përgjithshëm, si është e mundur që i keni toleruar listat e mbyllura me këta deputet të cilët nuk janë përfaqësuesën të djathtas. Ata mund t'jenë në një farë mënyre, mund themi, mund t'jenë lojal ndaj kryetarit, që ai mund t'i emëroj në rast fitore në postet të caktuara, ose t'ju jap dhurat poste qeveritare, po jo të deputetit ku ata nuk përfaqësojnë ose nuk marrin vota për të përfaqësuar djathtën. Këto dy probleme, të cilat ju i preket, por janë serioze, shumë serioze, për një parti me përvojë kaq gjatë. Tani, batoni milita këto gjërat e mund, po kemi një problem, ju jeni kryetari... Ja, unë për shembull këtë propozim kisha, që ose në primare të futen të gjithë, sepse kështu është statuti i partisë, ose nuk ka pse disa të futen dhe disa mos futen. Dhe për këtë arsye, propozova një nen tranzitor që e njeh ligji, se për mua si avokate dhe si kryetare e gjykatës që më kanë votuar demokratët për të mbrojtur statutin, është më e rëndësishme të ndryshohet statuti për arsye objektive, si që ishte qofte edhe përçarja brenda partisë, logo, vula, arrestimi politik i Berishës, dhe thash ne mos e fusim partin në një përçarje tjetër. Dhe për mua thash qoftë si juriste, po qoftë dhe si kryetare e gjykatës partisë, është më e ndershme, më e pastër politikisht të ndryshohet statuti se sa të shkelet statuti. Dhe në këtë mbledhje, unë kam votuar kundra primareve. Po kështu, prej gati 2 vjetësh kam bërë një betejë shumë gjatë për votën e diasporës, sa që në shtator të vitit 2023 i kam kërkuar drejtuesve të Partisë Demokratike, duke përfshirë dhe zotin Oerd Bylukbashi, që t'i drejtoheshin gjykatës kushtetuese me një kërkesë për çbërjen e këtij vendimi, sepse vota e emigrantëve nuk u miratua me këtë vendim. Ky është një vendim antikushtetues, është një puç kushtetues në fakt, përsa kohë që gjykata kushtetuese shkel kushtetutën dhe merr në konsiderat një kërkesë të një shoqate të huaj, pavarësisht se emrin e ka shqiptar. Shoqata Diaspora për Shqipërinë e Lirë është themeluar në Zvicër dhe nuk ishte kompetencë e gjykatës kushtetuese.